Dëbora ka zbardhur zonat malore të Elbasanit si Funari, Gjinari dhe Labinot të Mal, duke i zhndërruar ato në një kartolinë dimërore. Fundjava ka sjellë një atmosferë magjike në këto zona, të cilat u vizituan nga shumë qytetarë, duke u kthyer në destinacionet më të preferuara këtë muaj të parë të vitit. Male, pyje dhe liçene të rrethuar nga Dëbora krijojnë një panoramë magjepsëse, ku natyra shfaqet në formën e saj më të bukur dhe më të qetë. Edhe pse temperaturat kanë rënë dhe rreshtet e Dëborës kanë qenë të dendura, rrugët drejt Funari, Gjinari dhe Labinot Malit janë të hapura dhe të kalueshme. Qarkullimi i mjeteve bëhet me zinxhir dhe goma dimërore, ndërsa autoritetet lokale kanë qenë në terren për të garantuar sigurinë e udhëtarëve dhe mirëmbajtjen e akseve rrugore. Më të lumturit nga kjo tablo dimërore janë fëmijët, të cilët shijojnë Dëborën me lojra me topa dëbore. Familje të shumta kanë zgjedhur këto zona malore për të kaluar fundjavën larg zhurmës së qytetit, pranë natyrës dhe ajrit të pastër. Këto zona vijojnë të jenë ndër destinacionet më të frekuentuara turistike në qarkun e Elbasanit, edhe përgjatë ditëve të ftohta të dimrit. Investimet e kryera ndër vite nga Bashkia Elbasani Infrastruktur, shërbimet dhe promovimi i zonës kanë dhënë rezultatet e tyre, duke i bërë destinacione të aksesueshme dhe të preferuara për vizitorët, pavarësisht kushteve të vështira atmosferike. Turistë nga qytete të ndryshme kanë bërritur për të parë nga afër Funarin e mbuluar nga Dëbora, liçenet e ngrira pjesërisht dhe qetësinë që vetëm dimri ta sjell. Edhe Gjinari, 22 kilometër larg Elbasanit, ishte këtë fundjavë i mbushur me turistë. Zonat malore në Dëborë mbeten një thesar i Elbasanit, një destinacion që fton vizitorët të zbulojnë në çdo stin, duke ofruar pamje që lën gjurmë.